Hajdini me mua, vizatojmë Arbana Osmanin. Kjo është fotoreferenca që kemi. Tani jemi gati të fillojmë. Për të bërë sketchin, unë kam zgjedhur lapsin 6B, ngjyrën e zezë fare. Tani për punën e xhaketës, kam vendosur të shkoj me këtë ngjyrën blu se besoj se i përshtatet shumë mirë, po përdor këtë penelin këtu. Tani nuk e di për ju, po unë sa herë që vizatoj duar, më duket shumë e vështirë, kështu që shpresoj të dalë mirë. Tani është momenti të merrem me pjesën e flokëve. Këtu nuk bie drita, kështu që floku është më i errët. Njëjtën gjë do aplikojmë edhe këtë kjo, por do përdorim këtu. Edhe tani do përdorim këtu. Të smadhojmë pak. Duke u bazuar te referenca, shikoni këtu që bie pak drita lelat, njëjtën gjë do bëjmë me flokët, do shtojmë pak lelat çelët, po pak që mos dallohet shumë. Dhe ja ku jemi një ditë më vonë, mu desh të bëja një pushim super gjatë, pasi ata që merren me art e kuptojnë që kur shikon një punim për shumë kohë, nuk e kupton se ku janë gabimet dhe çat bësh që ta rregullosh. Kështu që mu desh të bëja një pushim gjatë, sot është dita e nesërme dhe tani që po e shikoj, kjo nuk ngjason fare me Arbanën, kështu që do i futemi punës të shikojmë se çfarë mund të bëjmë që ta rregullojmë. Domethënë ngjason pak, po jo ajo që sa dua unë të arrij. Dhe ja ku jam mund duke shtuar sa detajet vogla te tiparet e Arbanës që t'i përafrojmë sa më shumë dhe një sharrin vogël, ky nuk është realizëm, nuk është art i cili duhet ngjaj fiks me realen, por është thjesht një version cartoon i Arbana Osmani dhe unë mendoj se ka dalë shumë mirë edhe shpresoj që Arbanës t'i pëlqejë shumë. Dhe fus dhe në story në Instagram dhe shpresoj ta shikoj dhe Arbana. Hello Arbana, nëse po shikon këtë video. Edhe ky është rezultati final. Shpresoj t'ju pëlqejë kjo video, jepini like edhe nëse ju pëlqejnë këto videot, shkruani në komente. Faleminderit shumë. Ciao. Ua, që është kjo zhurmë? Ua, shilloj fiu, kështu, filloj shiu. Po kam robet aty, se sa mu lagën robet. Baba, që filloj shiu. E se, që ka ndodh? Alo, përshëndetje zotri. Ju telefonojmë nga kompania e dyshekëve Nina, mbyllni syt, flini gjumë. Ju telefonoj t'ju them se keni fituar një dyshek falas me 50% ulje. Ha? Alo. Zotri, më dëgjoni? Po, ju një gjoj, tani ju një gjoj. Qarë do, për qa morën telefon? Ju telefonojmë nga kompania e dyshekëve Nina, mbyllni syt, flini gjumë, zotri. Juve sapo keni fituar një dyshek falas me 50% ulje. Do me thënë kam fitu edhe i dyshek falas edhe 50% ulje, kështu? Zotri, po ju a përsëris dhe një herë. Ju telefonojmë nga kompania e dyshekëve prestigjioz më të mirë në treg. Nina, mbyllni syt, flini gjumë. As nuk e kam një gju as herë këtë kompanin tuaj, po faleminderit ti gotë se unë kam dyshek, mi ka proçoni preja shtetit, rafsh, jepen ai tjetri. Zotëri, ju sapo keni fituar një super ofertë. Nuk besoj se do doni ta humbit këtë ofertë, apo jo? Hajt shne tjerë gotë se kena punë, hajt. Kena ofertë. Më duket se kam për të ndenjur gjithë ditën në për telefonata sot dhe gjë s'kam për të shitur. Alo, përshëndetje, më dëgjoni. Ju telefonojmë nga kompania prestigjioze e dyshekëve të gjumit, Nina, mbyllni syt, flini gjumë. Ju sapo keni fituar një super ofertë. Maj me më mbëjt flas, se i di dy gjëra, se po bërtas, se këtu kam vesh dhe muret moj, se përhapet lajmin në përlagje, pastaj jo unë me tash e theme, jo unë i marr njerëzit me llafe e kështu e ashtu. Tani më thujti mu një rast që moza e ka pas shtëpinë nxit dritë. Asnjëherë. Men i kemi shku një herë prit të kujtohem. I kemi shku një herë, kishte martu çunin, nuk e di, shkum për kafe, për t'i pi kafe për çunin e diçka e tillë, shkum në shtëpia saj, kishte bler gjithë rrok, ma çorape, brek, kishte futur ne nga dhoma gocës, se kishte ndër në hapa dashje, edhe i duk gjithë rromuja aty, kishte pastru vetëm hallin, sa për mos me e pa njerëzit atë kur vini me pi kafe mos me e pa rromuj. Tu me faqezes. A mi bëhet ashtu s'bëhet. Pa tash Pranaj, unë qunin tim, e kam qun kalamanin tim, edhe e kam su tak, me lame, shpla, me gatu, me prit mysafirit, ajo thot, se s'ka gjë se kur shkoj ke burri do të i mësoj. Pa aman, do shkoj atje nëse pas nëse do shkoj ke burri ke vjera do thoj, po pse, kush ka rrit ty kështu, turp e faqezes. Edhe kush do i haj pastaj moza do i haj gjitha llafet, sot i madh. Ne muhabet po bëjmë, muhabet.
Në këtë kaferat, fliske ti goca mozës shumë e mirë, jo moza e ka shpinin shumë të mirë e ashtu. Më folë ti ta shikot. Hajde, pjetë kaferat. Qysh qatë shuni, s'po më hap fare telefonin këllumi, ka ikën plazh me shoqnin, as nuk për mami telefon që arrit ashnosh, jam mirë, jam ashu, fare më s'ma pas telefonin, bën me rak kot, hapë me mam telefonin? Po merr mami telefon, po kam marru ta marr që kam arrit. Alo masie, po kam arrit, më fal sa harrova të merr janë. O, shishir, më mam, po ku e pata telefon, më mam, njëta, sa të herë porosita, mere mamin telefon, sa të arrit se bëhe me rak, më mam, aman, më mam, shishir mojnë telefon, ha, arritët mirë. Shumë mirë, diell, plazh, super fresk, shumë bukur, pra kalojmë shumë bukur, ti si je? Shumë mirë, mam, kënaqu, vetëm kujdes çat kam porosit, kujdes lekët ke çanta dhe me kursim lekët mam, tak, me kursim gjithçka se jugu është shtrenjt biri mamit. Hajde, ja kalovsh bukur, edhe mos harxho shumë lek, hajde. Po e di, ma e di se cilit paguaj për gjërat e veta, e di. Se cilit paguaj për gjërat e veta, bravo, e shikon, ta kam su mami për men, qatë kishe mami knaqu, me kursim lekët, edhe kujdes, mos u fu thellën e nga uj, kalovsh bukur, mam, hajde. Hajde, dhe merr mami telefon parë se me flejt gjumë, hatë kishen mami, se bëjmë rak, hajde. Natën e mirë, paqim. Ri pa më rak, ma, okej? Ciao, put fort, ciao. Qoftë ju pëlqeu kjo video, jepini like edhe follow këtu në TikTok për më shumë video. Faleminderit shumë, ciao. Kemi një hall të madh. Lulet kuqe apo blu? Blu se shkoj me mobilet, apo të kuqe. E kuqe zjarë që ta thy pak, ha? Apo të dyja. Apo, ja, blu. Vetëm blu? Veri manga. Apo vetëm, ja, të kuqe, më mirë të kuqe. Apo pa lule fare. Po ngjan si kokak ngjan kështu, E kuqe, blu. Ta vem shu kujti bie djeta është e vërteta? Kujti bie djeta është e vërteta, nëse nuk besoni, filloni numëroni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E kuqe. E kuqe pra. Faleminderit. Apo blu. Kujti ra e djeta e blus më duket. Apo e kuqe. Shkruani në komente blu apo e kuqe. Edhe pse na dy kena faj, ajo e jam jo unë i saj, ajo e den, nuk e haroj as një detaj. Hajde qoje, hajde qashke, qashke, ora 12:03 akoma në gjumë, qoje, po qa shpejt. Oj ki, sa e të kam fanë në birë, kur qoesh, habi këto dritare, ajro se dhoma, ka lezet. Ashtu de, merë frym, mu shkruja me frym, qa është kjo dhomë këshu, hajde qoje. O ma, qa banë, qa është kjo zhurmë, të lutëm lënë flejë pak, qa është kjo dritë, lutëm mylla atë. Qatë myllër e qatë bullshit se ke bodhomën, si merë frym tu i herë, hajde mu qojer, hajde se kam me fshit dhe një, hajde, qo se do të fshit dhe ty me fshes. O ma, të lutëm, a nuk jam pushim ti mërë, qa të pa e unë, ja o qova, ku do shkoj? Nuk, më do gjumë, të lutëm, lënë flejë. Do gjumë së rati jote, do gjumë, normalisht do gjumë tu, ne deri 3-4 në gjesë aty në telefon, si mos do dush gjumë ti në gjesë. Mu qarë gjenë, shka, bëj dush, lejtë dhëme dhe hajde pashtë, ha buk. Haj ky, ora 12 ti zjash mi në gjesë. Hajde pashtë atë, haj ke, e ka bo dhomën aty. Gjullë e ka bo, hajde mu qarë shpejt, mu qarë marrë dhullo dhomën, shishisi ka bo robet. Oj mami, o ma du gjumë. Shisi bo, oj mami du gjumë, quni 18 djeqë. S'ke turp, hajde mu qa shpejt. Mos mi përsërit fjallet, mos të them 2 herë. Mu qa shpejt tash, se pak si jam zu me nerva. Hajde ty kam angut, hajde. Ta në një pyetje kam, pse nuk në lini me flejt gjumë? Pse nuk në lini me flejt, du me flejt gjumë? Ju dua shumë, faleminderit që ndoqë këtë video. Edhe në qësë ju pëlqeu bëjni like, edhe follow këtu në TikTok kush nuk ka akoma. Edhe gjithashtu në Instagram tim Brendolika, ju dua shumë.
ma, do ma blesh iPhone 15 për vit 3? Kismet, qofin që do të prej nga rroga. O ma, do i me pushime në 2024? Po kismet, mi mam, na i bizot i marë, edhe shofi me baj. O ma, qa do bëjmë për vit 3? Po kismet, mi mam. O ma, kismet do të thot po, apo jo? Po kismet do thot kismet, mi mam. Mo baj si kur se diti. O ma, po dali qik me shokët, do mjapësh ta lek? Kismet, mi mam, kismet. Aman men që të ka thanë mami këtë vakt vitin që kaloi, ha? E man men? Po, mami, e di, kismet. Kismet, bravo, biri mamit e di, ja, mi i qunë i zjoti. Po mirë, ma, që do mblesh për vit 3? Kismet, mi mam, vit i ri ka dhe pak koprit. Oho, ma, kjo kismeti së mdash ka fare muaj, ma. Qa është kjo këshu kotë? Sa e vret menjen, po kismet, mi mam, kush e di do të doj vitin tjetër. Hajde tash i bëj një kafe mamit, lutem. Kismet, ma. Shi, të ngrita? Haj, zati ma, thot ky mu kismet. U bë, surati këtit. Hej, zati ma. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, jepini një like, follow këtu në TikTok kush nuk më ka akoma, edhe follow në Instagramin tim. Ju dua shumë. Kismet. Mirëmëngjes si klasa, qysh ju ka zysha, qysh ja ka lut me pushime mirë, u knaqem, duheshin këto pushimet vallet kishin zysha. Po marrun shpejt, edhe zyshës ashtu i duk, marrun shpejt. Nëse çfarë do bëjmë sot? E lëm sot fare mos bëjmë sim, Dita parë kështu avash, i marrin gjërat avash. Mirëmëngjes si klasa, i pas keni harru rregullat e mia më duket. Vjen mësuesja në klas, zysha në klas, çojmë nxënësit në këmbë, që të presin zyshën. Ja, tani uluni, se tani shumë vonë tash. Hajto, kur vini nga pushimet juve bëni shumë qinj. Shumë të gjata këto pushimet, shumë gjata. Keni mësu në i gjë, keni kap libra me dorë. Asi gjë. Si kur ta dija pra, ti e më gotë se isha që ka të qëmë qakizin. Se që uaua, isha më gotë qëmë qakizin, ka marrë në klasun, jam zysha, për ty pu në 5 minutës. Qa donit ju bëj, keni kap libra me dorë, keni mësu gjë? Asi ju ja tregoj unë juve. Kur bëhem e mirë me juve, fluturoni juve, pa ajtë se ti ju atregoj unë një tashi. Qa doni me not, ju ngre me not register, mini test, provim 3 mujori që dytë në parë, hajtë se ju atregoj unë juve. Ti, shko me që registrim zyshës, hajde, qoh. Ti, qoh, më më rritë më shofë, është shumë e bukur jam. A kjo, hajtë se ju atregoj unë juve. Ju kam dorë, tashi sa ju kam dorë, ju atregoj unë juve. Qa janë këtë bak të nxanës kështu bre? Hajtë se ju atregoj unë. Po i kërgjoj janë, alo Stacey si e, ja se po vi me avion privat, po ma ka ble i dashuri, po. E me mirë se e kam kështu me lekat e të dashuri, me hotele, me gjona. Po ja se po ule, po kë shoferi nuk po më lërhat. O gjagje, dhe i kësht i qik lutem, së është vendi im kë. Oj kë, pritëre se do ule mu një herë. Shofera i e piloti, qa që e piloti me piloti, jo zoti madhë, nuk e di se qa, nejse, ja se do vi shpirt, ja për pak minuta, për pak orë, jam atje. Mirë shpirt, hajtë të puq, qao, mirë pafshme, zi po pres do knaqemi. Hajda. Gjas me avion privat, una. Zoti madhë, se gjitha një të dashur ashtu, si së më mori njëri mua. Ku i kam? Ua, ka marru karikusën do më fike telefoni. Gjaja i lumë të tashi, ta lirova venin, oj ky. Ku do ule mu, këtej, ku jam, kam fut në fund të avionit, o zoti madhë mu këtu me në ment. Sa unë kam frikë fluturoj. Kam ule dhe në fund të avionit, ti thëmë në stuardeze, që ka gëqone, sa i mirë që ka. O djali, mund të ulem atit e ti, se këtu nuk e di nuk ndi e mirë, po më merë në ment. Këtë dashur, po mirë se unë s'do të bëj gjë, këtë dashur ti, po në madhe. Edhe unë kam të dashur. Oj kë. Po, qa të bëj unë? Mirë nejse, hajt. Faleminderit që lëshë të videon, që se ju pëlqeu jepini like, share, comment, edhe follow këtu në TikTok se ndihmoni shumë. Edhe në Instagramin tim Bredolika. Hajt, ciao. Mirë dita si ju kam. E djelë sot, nesër keni shkollë, keni prek libra me dorë, asë gjë s'keni prek. Po ja pse se di unë, po e di unë e di.
Përgatituni se nesër do ju ngrej me nota në regjistër. Po, juve që po shikoni këtë videon. Nesër keni shkollë, është e hanë nesër. Ju tregojnë juve. Qa doni nesër? Me notë regjistër që ditën e parë? Doni t'ju bëjmë një test? Apo doni provim në 3 mujor direkt që ditën e parë të shkollës? Po pse s'mësoni pra, pse s'mësoni? Qa do mësoni tani? Po jo, me shpirt, jo, do t'kishit mësu, erdi dita shkollës dhe ju ngrej mësim. Nesër, e shikoni vetë juve. Unë e bëra timen, ju paralajmërova të kishit mësu, të kishit bëj gjona, po ju s'keni bëj gjona, qa them unë juve. Ti moj, hiqe që në gjakizin, qa bën ashtu si chihuahua. Hoj, kja. S'keni faj ju, se jeni mësu keq. Se ku bëj me mirë me juve, unë ju fluturoni. S'keni faj ju, jo. E të regoj unë juve nesër. Nesër, me në gjesë. Provim. Edhe shifni pastaj, tapni sy të shifni tavanin. Se s'keni mësu gjë, qa do bëni? Nejse, këte video e bëra për juve, për ata që s'kan mësuar gjë. Duke përfshirë edhe vetën time, suksese nesër, edhe ju dua fort.